2 punonjës policia janë arrestuar për grabitjen e artarisë në Gostivar, ku vodhën 18 kg armë me vlerë rreth 1.8 milion euro, njoftoi Ministria për Punë të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme ka ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Gostivar, kundër 2 personave me dyshimin se kanë marrë pjesë si bashkëpunëtor në kryerjen e veprës penale grabitje sipas nenin 237 paragrafi 4 në lidhje me paragrafi 1 të Kodit Penal. Të dyshuarit u privua nga liria dje. Ministria për Punë të Brendshme thotë se 2 oficerët e policisë së bashku me persona të tjerë aktualisht të panjohur kanë hyrë në një argjendari në Gostivar dhe me forcë dhe kërcënim me armë zjarri kanë marrë 18 kg armë. Ngjarja ndodhi më 10 tetor rreth orës 19 kur 3 persona të armatosur dhe të maskuar bllokuan rrugën në afërsi të qendrës së Gostivarit me një makinë BMW. Ata hynë në artari dhe në kërcënimin e armëve vodhën arin. Pas grabitjes, autorët u larguan drejt Mavrovës përmes një rrugë dytësore, ndërsa vetura e përdorur u gjet disa minuta më vonë djegur 500 metra larg Udhkryqit për në Mavrov. Brenda saj u gjetën një armë Kalashnikov. Gjatë ditës së djeshme, policia njoftoi se arrestoi 3 persona, ASH 33 vjeç, AP 37 vjeç dhe VE 30 vjeç. Po ashtu gjatë një bastisje në shtëpinë e personit EE 56 vjeç, u gjetën armë dhe sende me vlerë. Të gjithë të arrestuarit dyshohen për përfshirje në grabitjen e artarisë. Hetimet janë duke vazhduar, ndërsa provat për fshirë armët dhe veturën janë sekuestruar nga prokuroria.